unë njoftova që ju keni studiu në Jordani. A mundesh pak me na tregu për përvojën atje, qoftë të studimeve, po qoftë edhe të agjerimit, përndaj të atmosferës e Ramazanit? Shikoni se ndalem edhe bëj një krahasim të agjerimit ose muajit Ramazanit në Jordani me këtë në Gjermani, normal që janë rrethona të ndryshme kur kemi jetuar atje dhe rrethona të tjera këtu sot, nga se në gjatë periudhës sa kam qenë studente domethënë në Jordani, e ke përjetuar dhe e ke pas një ndjesi më të lehtë, nga se ti ke qenë ajo që ke marrë për të tjerëve, e kupton, edhe ke qenë gjithëra ajo që ke kërku nga të tjerët. Ka qenë shumë ma e lehtë, mund ta them ashtu, mirë po ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme, nga se kur ke dalë në rrugë vetëm momentin kur je shku për shembull me një taravi, ke pa të gjithë që janë dalë në atë rrugë, ose kur ke pa para xhamive në kohën e iftarit ku janë shtru ato sofra të mbushura me hurma, me sadopak diçka që ju ka dhënë mundësinë për me prish agjerimin, ka qenë një ndjesi e papërshkrueshme. Ndërsa për dallim që këtu është pak më ndryshe. Mirë po, këtu është edhe ajo barra tjetër se ne jemi ata që do të organizojmë, ne jemi ata që do të zgjasim dorë njëri me tjetrin, bashkohemi dhe të japim kontributin ton që familjeve tona, fëmijëve tonë, rrethit ku jetojmë, domethënë të ndihmojmë që ta përjetojnë domethënë sa më mirë këtë muaj të agjerimit.